Gati projekti për lidhjen e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës, një projekt i cili ka nisur prej kohësh, ndërsa tashmë është duke u zbatuar në terren për të bërë edhe lidhjen e kësaj nyje mjaft të rëndësishme. Bëhet fjalë për një projekt i cili në fakt pati edhe kundërshtimin e banorëve të zonës pas shembjes së disa objekteve, teksa banorët kërkuan shpronësimin e banesave të tyre sipas çmimit të tregut. E megjithatë, pas ndërhyrjes së IKMT-s dhe shembjes së banesave të cilat bëshin pengesë për këtë projekt, gjithçka tashmë ka nisur duke u zbatuar në terren dhe shumë shpejt pritet që të përfundojë lidhja e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës, një nga projektet e cilësuar mjaft të rëndësishëm në qytetin e Vlorës. Ka nisur puna për zbatimin e projektit që parashikon lidhjen e rrugës transballkanike me portin e Vlorës, një ndër ndërhyrjet më të rëndësishme infrastrukturore për qytetin bregdetar. Ky projekt synon të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin, veçanërisht për mjetet që hyn e dalin nga porti, duke shmangur trafikun në zonat urbane. Megjithatë, zbatimi i tij nuk ka kaluar pa kundërshti. Banorët e prekur nga prishja e objekteve përgjatë rastës së re kanë protestuar, duke kërkuar shpronëzim sipas vlerës së tregut për banesat e tyre. Shumë prej tyre janë shprehur të pakënaqur duke akuzuar institucionet për mungesë transparencë dhe mos respektimit të drejtave të tyre. Pas ndërhyrjes së Inspektoriatit Kombëtar të Territorit, firma zbatuese ka filluar punimet në terren. Fillimisht janë larguar mbetjet e ndërtimit nga shembja e banesave, ndërsa puna për ndërtimin e asfaltit të ri ka hyrë në fazë zbatimi. Pavarësisht të nisjes së punimeve, në zonë mungojnë tabelat informuese për vlerën e objektit, afatet e nisjes dhe përfundimit, duke shtuar më tej pasiguri dhe mungesën e transparencës për publikun dhe komunitetin lokal. Ende nuk është bërë ditur zyrtarisht sa është buxheti i këtij projekti dhe për sa kohë pritet të zgjat realizimi i tij. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një prononcim mbi këtë çështje.